përndimi, pra jeni me ne ose kundër nesh, pra jeni të bardhët ose të zezët, pra jeni engjyt apo jeni shejtani, dhe për përndimi pra për Amerikën dhe Europën, shejtani është Irani, është Rusia, është Kina. Këtu lot një rol shumë të rëndësishëm Turqia në diplomacinë e saj, normalisht që fal edhe përvojës shekullore të Turqisë që diplomacia për Stambollin ka qenë. Gjithashtu pra do të jetë pika kryesore Stambolli, pra do të jetë ai qyteti që në të vërtetë do sjellin paqe tashmë në Iran, por ashtu edhe për në Rusi. Kjo ende ndoshta është herët për ta thënë që po Stambolli të lirë, sepse siç dihet të 4 vitet e fundit është vetëm i qytet në botë që ka arritur të ullë në tavolinë liderët, më thënë, në ullë tavolinë të përkëndësit pjesët e Rusisë dhe të Ukrajinës, po ashtu edhe shumë konflikte të tjera, por është ende vendimtari, më thënë, Stambolli. Kjo është shumë për të qyruar, sepse si që thash edhe në fillim, që Turqia në gjitha mediat, sidomos në mediat proqeveritare që komandohet totalisht nga presidenca e Turqisë, u debatonte që Irani nuk do që të negociojë në Stamboll, për të negociojë në Umman, me shkaku ky që mos të dihen sekretet e Iranit të qoftë nga një shtet në thojza suni, pra musliman suni, sepse si dihet Irani është shit, por gjithsesi Stambolli, po ashtu dhe Ankaraja në krye presidentin zotin Erdogan dhe ministrin e Pushtetës jashtëm zotin Hakan Fidan kanë treguar një sukses të madh për jetik për Turqinë dhe për rajonin, por se sa do të jetë ajo pika përfundimtare, domethënë ajo finali i paqes, a do të jetë në Stamboll apo jo, këtë do ta shohim në ditët e vijim, por gjithsesi tashmë Stambolli në gjitha vendet të kryeqytetet botërore, kur bëhet fjalë për kause, për luftra, për ashtu, duket pika e parë që të paktën negociatat fillojnë dhe mund të marrën në qytete të tjera, por është shumë i rëndësishëm. Do ta shohim në fillim, sepse ndoshta mund të flasim më vonë, por sidomos Irani është shumë jetik edhe për të ardhmen e Turqisë, sepse nuk është as Irak, as Siri, dhe është një ndër fuqitë më të mëdha qoftë nga ana e armëve, po qoftë nga ana ekonomike, po ashtu edhe sociale, që mund të krijojnë trazira dhe mund të krijojnë edhe shumë destabilitet jo thjesht në Iran, por sidomos në Turqi mund të jetë një kaos në Iran apo një përshkallëzim i situatës në mbar Iranin. Faturën më kryesore pas Iranit do ta paguajë Turqia, sepse këtë ka paguar edhe me luftën e Irakut pa ashtu edhe të Sirisë. Është Sokol, nga ana tjetër, mund të shihet tashmë Stambolli, nëse takimi do të zhvillohet sigurisht në Stamboll, ndoshta si një instrument presioni politik për të dyja palët? Jo, për të dyja palët jo, sepse në sa duket dhe nëse referohemi edhe burimeve zyrtare të Teheran, qoftë Ajetullahut, pavarësisht se bën fjalimet e tina i bën jo online, i bën online dhe jo live, por edhe prononcimet zyrtare të sistemit dhe presidentit Pezeshkian i bën pak me nuanca diplomatike, por presion jo, sepse Irani tashmë sa dihet dhe tashmë që nga qetë ka kalu koha, mund të flasim dhe këtë më dirëshëm shumë gjëra dalin në pa. Para luftës dy javore të Izraelit në Iranin, po ashtu dhe bombardimit të Amerikës, tashmë shohim krejt qartë që kemi pas 3 takime top secret mes Amerikës dhe Iranit në Umman. Pra këtë tregon që Irani e ka forcën e diplomacisë dhe në gjendje lufte, pra gjatë atyre luftës dy javore, Irani ka negociuar direkt me Amerikën, pra Teherani direkt me Washingtonin dhe me Pentagonin ka arritur të jetë negociues edhe gjatë luftës, kështu që a mund të jetë presion jo le për të dëshiruar presioni, sepse qëllimet e Trumpit janë ato që deri më tani të paktën edhe pse ka vonuar nuk është zbatur, nuk është zbrapsur kurrë, domethënë Amerika në fakt jo vetëm Trumpi, por edhe Amerika në luftën me qëndrimet e Amerikës ndaj Iranit, por a do t'i pranoj Irani ato kushtet që i lën Amerika, ku Irani dhe falë Turqisë, për shembull një diplomaci ndoshta krejtë nga më moderne të kohës së sotshme, është që të negociojmë me paketa. Pra, për çfarë do të flasim atje, për uraniumin dhe armët nukleare. Okej, do të them për këtë le të flasim. Dhe këtë ka parashtruar dhe
Ministri i Punëve të Jashtme, Hakan Fidani, që kjo do të jetë një negocim krejt tjetër, por me parë nga ana tjetër, pra nga Amerika, nga Witkoff, ato thënë një të vend të gjitha në të gjitha paketat që jetike për Amerikën janë që jo vetëm thjesht uranium apo armët nukleare, por të eliminoj automatikisht brenda një kohë shumë të shkurtër, pra një javore, 2 javore, dhe të gjithë programin dhe bomba që ka bërë interkontinentale, apo të bomba që mund të bombardojnë bazat amerikane apo edhe Izrael. Pra do t'i pranoj Irani apo do të jetë një luftë totale me Amerikën, këtë do ta shohim. Për presion, me sa duket Irani nuk e ka forcët të bëj presion Amerikës, por Turqia mund të ndikojë në të dy anet pak në presion, sepse edhe politikat rajonale të Turqisë në ashtu janë konkret, janë totalisht sinkronizuara me interesat amerikane në rajon, pra kështu që Ankaraja ka marrë duke parë se kush do të jetë i forti për vitet të radhë, për dekadat me radhë, edhe i ka updetu edhe strategjitë e veta, kështu që përputhshmëria dhe interesi i Turqisë në rajon, në politikat rajonale janë totalisht sinkronizuar me amerikanët, kështu që Turqia deri diku mund të bëjë një presion pra për të dhënë një pauzë apo për të zgjatur kaosin në një kohë më të largët. Këtë mund ta themi, por si presion domethënë Irani, Turqia apo Turqia, më falni, Irani, Amerikës, kjo duket që shumë e largët. Sokol, në gjithë të proces, sa afër është marrëveshjen dhe nga ana tjetër sa afër mund të jetë edhe përplasja ushtarake në rast të dështimit të këtyre bisedimeve? Përplasja ushtarake që Amerika të kaloj në territorin e Iranit në ushtar, shumë analistë dhe shumë profesorë dhe shumë eksperta të çështjes thonë që kjo është e pamundur, sepse Irani është krejt tjetër nga gjithë rajone apo nga shumë vendet e botës, kështu që Amerika mund të bëjë një strategji, mund të luajë një lojë siç e luajti Izraelin me në 2 javore dhe pastaj i vuri pikën kur filloi të humbë Izraeli, Amerika, pra Trumpi i vuri pikën me B-2-shat dhe bombardojat dhe tashmë ta mbaroi lufta. Të njëjtën gjë mund ta shohim dhe me sa duket duke parë edhe kozgjatja e bombardimit, domethënë mosndërhyrja e Amerikës, sipas shumë strategjive thonë që po e shohin se sa ndim ka arritur të marrë Taherani, pra të marrë Irani gjatë këtyre 6 muajve të fundit, pra pas luftës 2 javore sa ka arritur, sepse bëhet fjalë, pse ndoshta mund të jetë teori konspiracioni, që shumë avion kargo kanë kaluar nga Rusia, nga Kina, nga India, nga shumë vendet e botës gjatë këtyre muajve të fundit, pra ka shkuar në ndihmë për një sum amerikan, i kanë shkuar në ndihmë Taheranit, që edhe ato të bombardojnë të gjitha bazat amerikane në rajon, ku po fjalë nga Katari atje sipër të gjithë gjirin përsik, ku do të thënë edhe kjo që bazat kryesore, ndër bazat kryesore në rajon janë edhe bazat e NATO-s, bazat e Amerikës në Turqi. Për këtë arsye, edhe Amerika e provon se sa ka arritur të heqë forcën, ashtu për më sa duket edhe nëse shohim provoncimet zyrtare të Moskës dhe të Pekinit, duket që Irani po ashtu siç ka qenë më parë do të jetë përsëri vetëm dhe me sulmi me sa duket, pra me këtë pa marr Amerika të gjithë 100% atë që do, nuk do të mendenoj këtë shumë, sepse dihet domethënë edhe Abraham Lincoln janë një jetë më të mëdha pra të Amerikës, pra ata që me të vërtetë japin shkëmbijën e luftës dhe çojnë atë merren vetëm me lëvizjet e tyre nëpër të gjithë oqeanet. Janë shumë pranë Iranit, ku edhe dje kishim një incident që disa dron i ka eliminuar Amerika, pra anijet e ushtarake të Amerikës kanë eliminuar disa dron të Iranit, pra në gjirin përsik, dhe kjo le të thotë, domethënë të thotë që ose me të vërtetë pra jemi afër një pausi ose në paktën për 2 vite të ardhshme derisa të jemi para zgjedhjeve presidenciale të ardhshme të Amerikës, nuk do të kemi një konflikt, ndoshta para zgjedhjeve të kemi, por është ajo ky starti i një paqe, kjo le të dyshuar, sepse nëse i referohemi Amerikës dhe sidomos politikave të Trumpit, pavarësisht janë të Pentagonit, por këtë vitin e fundit që ka ardhur Trumpi, asgjë nuk është lënë pa u bërë. Pra,
Kjo tregon që Trumpi do të bëjë diçka, por se si do ta bëjë, me të vërtetë që do ta shohim edhe normalisht edhe ndikimi këtu i diplomacisë së NATO-s, pra që është Turqia në këtë kaos, ndoshta mund të ndryshojë diçka, por reagimet e Amerikës, po ashtu edhe të Izraelit, tregojnë që këtë dimër me patjetër do të kemi një sulm kundra Iranit. Në fakt, Sokol, rrëzimi i një droni iranian nga avioni luftarak amerikan F-35 pranë aeroplanbajtëses Abraham Lincoln shënon sigurisht pra një nga incidentet më serioze ushtarake mes SBA-s dhe Iranit në gjithë këto